Vit pas viti në politik, deputeti dhe 3 herë ministër i shetuesi i diktaturës Fatmir Xhafaj ka hedhur kthetrat në disa shërbime publike e koncesione me fitime të mëdha. Pas kapjes së noterisë me gruan, shërbimit përmbarimor me të vllajën, portit të Vlorës me kunatën, gruan e trafikantit Agron Xhafaj, urbanistikës së Tiranës, energjisë fotovoltaike, ndërtimeve, agjencive turistike, resorteve, hoteleve në Bregdete, zyrave juridike me dhëndrin e vajzat, Fatmir Xhafaj ka kapur edhe drejtimin e qytetit studenti në Tiranë. Këtë e vërteton deklarata e pasurisë. Vajza e tij, Aulona Xhafaj, deklaron se përveç të ardhurave nga aktiviteti i saj privat me zyrë juridike dhe avokatie, ka të ardhura financiare edhe si antare e Këshillit Mbikëqyrës të qytetit studenti në Tiranë. Sipas vetë deklarimit të pasurisë dhe pagesave zyrtare nga fondet publike, Aulona Xhafaj rezulton që shprej datës 1 janar 2024 e emëruar në këtë pozicion. Por ajo që e bën këtë emërim skandaloz është se në Këshillin Mbikëqyrës të qytetit studenti është antare dhe Ditjon Baboçi, dhëndri i Fatmir Xhafajt, bashkëshorti i vajzës tjetër Amantia Xhafaj, e cila jeton Augsburg të Gjermanisë. Dhëndri Ditjon Baboçi është emëruar antar i këtij këshilli më 12 tetor 2016, kur ishte drejtori i urbanistikës, planifikimit të territorit dhe lejeve të ndërtimit në Bashkinë e Tiranës. Pra tashmë dhëndri dhe vajza tjetër e Fatmir Xhafajt janë njëkohësisht antar në Këshillin Mbikëqyrës të qytetit studenti, aty ku firmosen tenderet, të ardhurat, kontratat për dhomat e studentëve, dhënien e mjediseve me qira për biznese private, shpenzimet administrative dhe investimet. Çështja bëhet edhe më e rëndë kur dihet se sipas raportit të kontrollit të lartë të shtetit, kupola drejtuese e qytetit studenti rezultoi e zhytur në korrupsion dhe është në nënhetim nga SPAK për abuzime të mëdha të shumta me fondet, pasuritë dhe vjedhjen e të ardhurave që grumbullohen nga pagesat e strehimit të studentëve. Në këtë kontekst, nuk është e rastësishme që e njëjta familje ka përfituar edhe nga dhuratat e kryeministrit Edi Rama. Siç kemi denoncuar më parë, dhëndri Fatmir Xhafaj, Ditjon Baboçi dhe vajza e tij Amantia Xhafaj me vendim të kryeministrit kanë marrë 50.000 m2 tokë shtetërore falas në Bregdetin e Semanit në Topoj të Fierit dhe leje për ndërtimin e parkut fotovoltaik Dion Energy. Pyetja që shtrohet është e thjeshtë: si është e mundur që personat që po hetohen për korrupsion në qytetin studenti të jenë pikërisht familjar të një deputeti dhe ish-ministri, dhe pse SPAK nuk i ka shkarkuar ende nga detyra, dhe pse një familje ka kapur kaq shumë pushtete, nga noteriat e përmbarimi, nga portit e urbanistika, nga energjia fotovoltaike të qytetit studenti. Kjo nuk është meritokraci, është kapje e shtetit nga një familje e vetme.